Edhe darka midis Egli dhe Xhesit u bë për gati 3 orë, dy banorët ishin në shoqërinë e njëri tjetrit, në një darkë kurth. Pse e them këtë? E them këtë pasi Egli u fut në atë darkë si një gjykatëse, edhe Xhesti u fut aty për të marrë gjithë kënaqësinë që merr nga adrenalina që jep Egli. Egli nuk pushoi memorinë e informacioneve që dha, duke përmendur djezën, duke përmendur ish shokët e Xhesit që kanë folur, shokët e tij, DJ-t, pra gjithçka që mësoi 9 ditë kur ishte jashtë shtëpisë së Big Brotherit, i tha tuk ja tha të gjitha Xhestit aty. E çfarë bëri Xhesti nga ana tjetër? E shijoi në maksimum. E provokoi për të parë nëse Egli do të ishte sërish e dorëzuar në dashurinë që ka për të dhe për të pasur ndoshta një dasëm dhe një love story në këto pak ditë që kanë mbetur deri në finalen e madhe të Big Brotherit. Sigurisht kur përmend djeza, Xhesti e tha troç, unë e kam bërë gjithçka për show. Pra, gjithë këto muaj që mediat kanë folur për djellzën, është bërë duke synuar Xhesti pikërisht këtë gjë, që të mbajë gjallë audiencën. Edhe darka mbrëm në suite ishte për shkak të një egoje dhe për shkak të adrenalinës që Xhesti ka për të rrëmbyer vëmendjen pasi u bë xheloz që Jozi theu kutinë e emergjencës dhe përfitoi suitën, edhe duke qenë që suita është një vend kur ti ke në fokus një kamër, pra kur ti ke, le të themi, Big Brother 1 ose 2 dhe e gjitha është e fokusuar te ty, Xhesti e përdori për veten e tij, për të dhuruar show që e dhuron 24/7, pa ndalur, edhe pse i buron nga shpirti kjo gjë, sepse ai tillë është gatuar, këtë e kam thënë edhe në raste të tjera. Nga ana tjetër në atë darkë, kërkua falje, kërkua, le të themi, një lloj sinqeriteti, Xhesti në përfundim i kërkoi falje prindërve të Eglit për të gjithë dëmin e shkaktuar, por jemi në një lojë, edhe në një çast u fikën dritat e shtëpisë dhe Xhesti tentoi që të puthte Eglin, por Egli duke qeshur nuk pranoi. Pra Egli që u fut në fillim e ftohtë që do të kërkonte të ngritte dinjitetin e saj, po shkreje dita ditës me Xhestin dhe po kemi sërish atë Eglin që nuk bën dot pa Xhestin dhe Xhesti nuk bën dot pa Eglin. Xhesti e ka treguar dhe e ka thënë qindra herë që ka vlerësuar të gjithë adrenalinën që merr nga Egli, prandaj edhe është afruar, prandaj edhe ka shkëmbyer, le të themi, një lloj romance në të, por një romance pa një të ardhme. Këtë gjë ai e ka thënë dhe e ka thënë me qindra herë dhe ja ka bërë të ditur Eglit, banorëve dhe teleshikuesve të Big Brotherit. E për këto informacione që Egli e jep lart e poshtë, vëllai i madh nuk i thot kujdes mikrofonin, pra ja ka lënë dorën e lirë për të luajtur dhe për të shkaktuar dinamika. Por nuk është se po shkakton shumë dinamika me informacionet që ka marrë dhe po jep brenda shtëpisë së Big Brotherit, pasi banorët ata janë, lojrat ato po bëhen me njëri tjetrin, tani më që janë dhe shumë pak banorë aty, nuk është se ka dhe shumë dinamika të forta, përposa saj që ka shkaktuar Valbona me Laertin me të gjithë morinë ofendimeve që nuk u ngop Valbona duke i thënë Laertit, e me sa duket sot do të ketë fatin për të larguar nga e shtëpi dhe pa prekur finalen, por për mua aja ka qenë lojtare ku se Laerti vijon të mbetet një emër për jo lojtar në ato lojë. E gjithë kjo darkë gati 3 orë që mbërtheu çiftin, më saktë Xhestin dhe Eglin, pasi nuk janë çift, por kishte shumë përkëdhelje midis tyre, kishte një flirt, kishte një raport të hapur dhe me siguri ajo unazë shkret që nga dita e parë që qëndron në shtëpinë e Big Brotherit në kutinë e emergjencës do të thyet nga Egli, pasi vetëm ajo ka të drejtën për të thyer kutinë, pasi Xhesti ka bërë një herë një gjë të tillë. Nuk e dim a do ta thyej Egli kutinë e unazës edhe do t'i jap edhe do t'i adhuroj Xhestit që t'i propozoj, por ai e ka thënë shumë herë që nuk shikon një të ardhme me të. E me sa duket, ajo unaz ndoshta do të mbes aty, ose ndoshta do ta marrë dikush tjetër për kujtim. Gjitha sherrët, të gjithë inatet që Egli kishte me Xhestin është zbutur. Kjo ndoshta edhe nga fjala që të shtunën, i tha parukieri që ti jash po dukesh sërish keq, dhe ajo u shokua dhe e kam parë shumë të hequr, e kam parë më të qetë dhe as pak debatuese
si që ka qenë në fillim, sepse debate ata kanë pasur edhe në këto ditë, por e kanë pa më të qetë, më të freskët. Kjo do të thotë që maska e një loje që kishte agresive ka rënë edhe tani po shijon ditët, ndoshta me pretendimin për të shkuar në finale. E për të mbyllur, dua të ndaj diçka për konfliktet që ka Gjesti me Rozanën dhe me Jozin. Ai u treguai sinqert, por edhe me Eglin nuk është një luftë ose më saktë nuk është një betejë e drejtë, pasi Jozi edhe Egli kanë dalë jashtë, kanë marrë të gjitha informacionet, janë mbushur me energji të mirë, janë çliruar nga ajo trysnia e lojës dhe u futën të freskët në ato lojë. Pra, banorët që janë aty brenda në sytë e publikut janë viktima dhe këta që u rifutën nuk është se pëlqen aq shumë, pasi kanë parë se si janë jashtë dhe kanë ndryshuar lojën e tyre brenda. Por Jozi sërish po kapet me Gjestin, sërish po ofendon dhe sërish po i gjuhet. Por Gjesti e ka gjetur pikën e dobët, qetësia e tij dhe provokimi duke i thënë që ti po bën lojën time. Pra edhe Jozi po stepet dhe nuk është se po bën diçka edhe në raport me Loredanën, pasi ata kishin çastin dhe kishin monedhën e artë për të kthyer lojën kur ishin tek suita, por asgjë s'bën, asnjë shikueshmëri nuk kapën, asnjë situatë, asnjë gjë nuk bën në krahasim me Gjestin që për gati 3 orë mbushi portalet, rrjetet sociale me çdo qëndrim, me çdo fjalë apo me çdo lloj sjellje. Ky është të jesh showman.